Faleminderit kryetar. Faleminderit dhe ministres që si rrallë nga këta ministre e tjerë dënjojnë të vi këtu, pse ne deputetët dukemi që kështu si të lodhur. Shikoj që trupi diplomatik ka gjitha të precedense për përsi se do këto avantazhimet ekonomike, vetëmi kategori që ne i japim dhe rrim po të lodhur që s'kemi zy, presim 20 kafe, janë vetëm deputet. Dhe ne kemi në qell namin, po në diell gjitha tjerë. Pra, do të kesh i zyr apo i cop letër kështu, do të hysh borxh te gjithë sekretarit tu për të dhënë cop letër në sti laps. Tani me ty te kjo pjesë me akademinë, tani të filloj me akademinë se më stucikoj shumë se kam kaq kohë që i dëgjoj, paktën 2 mandate që i dëgjoj këto, të 2 mandate që i dëgjoj akademinë. Te kjo akademia juaj, a do hy dhe kjo akademia e barimit, pra do të hapi eksperiencën këto që kanë propozuar dhe akademinë e barimit, sepse edhe kjo kështu ka qenë për në Europë. Mos kthehet gjithë kjo akademi si ajo propozimi që bëri zonja Kripca fillimisht, edhe kthehet gjeli me një thel. Tani unë pyetjet i kam lexuar një relacion e nderuar zonja ministre të diplomatëve, po dhe do ta filloj një herë nga fjalimi juaj se e para njerë thatë që gjithë të ndryshimi geopolitike, dhe me thënë, i gjithë ligji fillon me ndryshimet mëdha geopolitike. Dhe ju thatë që këto 10 vite dhe futi ka ndryshuar shumë bota, edhe Europën të veçanti. Po sa vite keni pushtet ju që se keni 13 vite, tani kuptuat ju mas 10 vitesh dhe 13 vitesh tuaj që bota pas ka ndryshuar? E para kjo. Dhe me thënë, të gjithë ta që ishin para jush, ishin ngelen me kohën e ati që kështë faj. Nuk keni bërë një ligj 2015 në nderuar ministre. E keni ju, ligjin fuqiesh i 2015. Tani, pyetja e sinqertë është, çfarë nuk ka funksionuar te ky ligji që bët po ju në 2015, sepse ne qëllum demode me ligjin 98 se këtë mëra. Mirë në demodet, ju e sonë 2015, çfarë ndryshoi? E dyta, pse në relacion, pse nuk ka ky ndryshim, pse mungon ky në relacionin që shoqëron këtë ligj? Pse nuk e ka përcaktuar në relacion qartë, apo vazhdojmë të themi që Europa ka ikë përpara do 10 vjet. Tani me që pas ikë shumë përpara Europa, a mund të kemi pyetje se cilët vend nga këto signifikativ europian i bazohet ky ligj dhe ka një ligj të tillë? Kush? Na Shpana e citove për akademinë. Dakor. Tani kalojmë te akademia, kalojmë te ligji. Cili vend europian ka një praktik të tillë që ka dhe ambasadorat hok, pra dove 2 ka bërë me i derë, e tjerë me radhë. Kush nga këto vendet europiane ka? Ky ligj, se për edhe pak diskurs në gjykimin dhe të gjithë trupës diplomatike, zhvesh nga ana profesionale, të gjithë të trupë diplomatike. Pra ligjet e mpashme në 98 se ka pas 20%, ju do ta forconi 2015 për 20 deri maksimum 20% nga trupa jashtme, pra që vinin jashtë sistemit. Tani po hiqni fare. Tani çfarë ndryshimi ka? A duhen me testet për ses? Ta bëjmë me që kishte edhe propozim, ta bëjmë dhe në një propozim me që ishim edhe në mendimit. Ta bëjmë mendim, por e fusim gjithë ato për ses dhe heqim gjithë ato diplomatë që nuk ka bini se ju. Do me thënë, ti, si ministre, merr një kompetencë, duke emëruar ambasador ad hoc. Ti vesh ati që është atje dhe i ambasador tjetër. Pra, kur nuk pëlqen ai se ka mendime ndryshme diplomatike, ti si ambasador i viket një ambasador ad hoc atje. Në ambasadë, sepse kesh një konferencë e paqes apo do dali kjo e Gazës, apo ku e diun. Kështu do funksionon? Po çan këto që do hyjnë gjithë këta të rinj, tazë të rinj mund të hyjnë gjithë këta sepse pas ka qenë OKB, NYZZ e tjerë me radhë dhe mallëngjyen këta do shërbejnë për Shqipërinë. Ore, po shi ha këto pralla me monetën e. Tani si ka mundësi që do hyjnë për provim dhe do testohet gjithë trupa diplomatike që kanë mbi 10 vjet e kusur, apo ka një jetë do hyjnë provim. Pra ta të rinj s'ka nevojë për provim, se ta kanë qenë OKB.
Këta gjithë që ka një jetë këtu të dojmë provim, si në klasë parë. Dhe kush e të bëj provimin? Partia punës. Do me thënë, ka të kritej parë, nuk bëngë. Si shëndodhi me gjithë strukturët e tjera, po i ma be do be. Të më thënë, ka 30 jetë që shërben, tani do hy dhe njën provim. 2 gjutë huja, thuj. Për bebe 3, ne? Po ty të ka ikë gjithë pëseja në diplomacia, ullësike, pare mërimet e fundit i dhe shie, tani më lera hata e buri dhe. Te thuj, që isha mirë. Tani puna e ambasadorve, për mua është shumë e rëndësishme, shumë e ndjeshme. Kush vend e Europës e ka dhe një me këta 2 ambasadorë? Kjo është shumë e rëndësishme për të ditur. Pra edhe pavarësisht atë hok, pa hok, me hok, a jam dakord unë për rritjen e pagave atyre, pa tjetër, se s'mund të marrë 700.000 lekë një ambasador. Dhe kjo është normal. Por, është njësoj që të futesh kotet pulave 2 gjela. 2 kam merë me ide, thashën, po 2 kam merë me ide. Shkon? Nuk shkon, logjik. Dhe pyetja është, me gjithë besimin me që këto 1% e këto i keni hequr gjitha, pa tjetër ligjin këto, akademit e këta, pyetja që bëjnë gjithë është, dhe që po të bedhe unë, zoja ministre, a mund do të ketë perspektivën ky ligj për të bërë ndryshime si që keni bërë ju në imazh, si keni qenë në opozit, edhe tani, pra do kemi këtë ndryshim drejtësor, a bën ky ligj këtë ndryshim drejtësor? Faleminderit.